Debati i ashpër mes Albës dhe Ludos në natën e vitit të ri në Big Brother Kosova. Nata e vitit të ri në shtëpinë e Big Brother Kosova ishte menduar të ishte një festë e bukur dhe e qetë. Një moment për të reflektuar mbi vitin që po linim pas dhe për të pritur vitin e ri me buzëqeshje, muzikë dhe atmosferë të ngrohtë. Por si shpesh ndodh në këtë reality show, emocionet dhe tensionet mund të shpërthejnë në mënyrë të paparashikueshme, dhe këtë herë protagoniste ishin Alba dhe Ludo. Debati nisi kur Alba u shfaq në sallonin kryesor me një veshje shumë të guximshme, që menjëherë tërhoqi vëmendjen e të gjithë banorëve dhe kamerave. Ludo, i cili kishte një qëndrim më strikt ndaj rregullave të shtëpisë dhe etikës së brendshme, e ndërpreu duke i thënë ashpër: "Ke thyr rregullat e vitit të ri dhe rregullat e Big Brotherit. Nuk mund të vish me një veshje skandaloze në një mbrëmje kaq të rëndësishme." Fjalët e Ludos ndezën një debat të fortë. Alba, e cila ndihej e kritikuar dhe e keqkuptuar, nuk qëndroi pa përgjigje. "Ludo, kjo është zgjedhja ime, dhe unë kam të drejtë të shfaqem si ndihem mirë. Nuk po e dëmtoj askënd." Banorët e tjerë u përpoqën të ndërhynin dhe të qetësonin situatën, por tensioni ishte i dukshëm në ajër. Kamera kapte çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo fjalë të ashpër. Atmosfera festive u shndërrua në një moment dramatik, ku personalitetet dhe opinionet të ndryshme përplaseshin me forcë. Debati i Albës dhe Ludos tregoi shumë për dinamikën e banorëve brenda shtëpisë. Nga njëra anë, Ludo përfaqësonte respektin për rregullat dhe normat që prodhuesit vendosin për eventet speciale, duke menduar se ato janë të rëndësishme për harmoninë e shtëpisë. Nga ana tjetër, Alba përfaqësonte lirinë individuale dhe guximin për të shprehur vetveten, edhe në një ambient ku kritikat dhe vëzhgimi janë të përditshme. Pas një kohe, ata dy u ndan me pak tension, por shikuesit pan një nga debatet më të forta të sezonit, që u komentua gjerësisht në rrjetet sociale. Një pjesë e pub.